Kosova pa kryeprokuror të shtetit fuqiplot prej vitit 2022, hapet prap konkursi. Kosova nuk ka kryeprokuror të shtetit me të gjitha kompetencat qysh prej vitit 2022. Ani pse atë vit ishte hapur konkursi, por pa u zgjedhur kandidati Blerim Yusufaj i propozuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës. Një konkurs i ri është hapur si vjet, ndërsa propozimi i Yusufajt bie sipas Këshillit Prokurorial. Ky institucion ka njoftuar se ka hapur konkursin me 18 maj, i cili do të rihapur deri më 10 qershor. Gjërsa tha se kjo nuk përbën anulim të konkursit të vitit 2022. Propozimi Blerim Yusufajt e bërë në konkursin e atij viti nga ky këshill nuk u zgjodh më 2023 nga presidentja Osmani, pasi sipas saj kishte pasur shkelje të procedurës së përzgjedhjes. Në anën tjetër, Blerim Yusufaj, sipas raportimeve, ka paditur Këshillin Prokurorial të Kosovës për hapjen e konkursit të ri, pa u shfrytëzuar një herë propozimi i Yusufajt i bërë vite më parë. Gjërsa ushtruesja e detyrës së presidentit Albulejna Haxhiu përshëndeti hapjen e konkursit të ri. Kujtojmë se zgjedhjen e Yusufajt kryeprokuror nuk e donte kategorikisht as Albin Kurti, i cili thoshte se i njëjti nuk e ka fituar asnjë rast në gjykatë si prokuror, derisa e shitet e pakompetent, pasi sipas tij rastën e shefit të AKP-s Nehat Hasanajt e kishte kategorizuar si vetvrasje, ndërsa atë të ish drejtorit të informimit të kryeministrit Hamdi Sopajt si vrasje.